Pa diskutim që është në momenti i duhur për një president konsensual, në anën tjetër, lëvizja vendosja ka fitu mjaftueshëm, domethënë për ta kriju këtë hapësirë. Por unë kam përshtypjen që edhe partitë opozitare nuk po din çfarë kërkojnë. Unë nuk e di cili është qëndrimi i Partisë Demokratike, është shumë i mjegull, ndërkaq që Lidhja Demokratike unë mendoj që duhet të shkarkohet nga rëndësia e të qenit të rëndësishme të cilën nuk e ka. Domethënë, Lidhja Demokratike e Kosovës është pak më e madhe se Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Lumera Abdigjiku i ka kthyer retorikës të viteve 99-2000 për ato vrasje politike, sikur që tash ka atëru nga planeti Hamës dhe nuk ka qenë kurrë pushtet, nuk ka qenë kurrë qeveri, domethënë një parti që nuk e di çfarë don dhe akoma sillet me atë farë peshën historike që gjëja e ka. Nuk e ka. Është një parti minore e cila në para 5 viteve domethënë ka pas një kandidat për president, ani pse ka qenë listës Guxha, Vjosa Osmani në fakt është zgjedhur me votat e Lidhjes Demokratike.